Vazhdoj me hapësirën Good Morning Fitness, jemi në sezonin e ri, pushimet mbaruan, tani let nisim një program të ri. Jeni gati? Atëherë do flas pak disa sekonda për motivimin. Sot nuk do flas për ushqimin, mënyra si të ushqemi, por si të ushqejmë mendjen tonë që ne të stërvitemi, që të bëjmë një trup sa më të fuqishëm, të bukur dhe rezistent. Një element është motivimi. Kemi disa elementë që plotësojnë motivimin. Kemi pikërisht mënyrën ku stërvitemi, vendin e duhur, me të cilat ne stërvitemi, me persona të cilët ne na japin kënaqësi. Kemi kufjet, patjetër muzika e dur, ajo që ju motivon dhe muzika shkurton 1/3 e kozjatjes së stërvitjes. Nëse ju stërviteni 2 orë duke dëgjuar muzikë në veç gjatë gjithë kohës, ju do ndjeni vetëm 1/3 e asaj koha që ju jeni stërvitur. Vazhdojmë dhe me ushtrimet. Ju stërvitni gjithmonë të njëjtin muskul, por duke ndryshuar ushtrimet, muskuli vet nuk krijon imunitet ndaj ushtrimit dhe ju nuk ndjeheni të mërzitur. Ashtu sikurse unë do sjell sot Ninja Stretch. Çfarë është Ninja Stretch? Le ta ndjekim. Marrim një shkop. Atëherë, do fillojmë të lëvizim me shkop gjithë muskujt e trupit tanë. I bashkojmë këmbët dhe i hapim ato. 1. Zgjasim duart përpara. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalojmë në krahun tjetër. 1, 2, 3. E tërheqim trupin. 4. Nga vetja 5 dhe shkopin gjithashtu. 7, 8. Vazhdojmë, ngrihemi lart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vazhdojmë bashkë me pulpat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hapim këmbën dhe do punojmë bashkë me pulpat dhe me krahët. Vazhdojmë. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E ulim pak ritmin. 1, 2, më ngadal. 1, 2. Vazhdojmë. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gjithashtu vazhdojmë që të rrotullojmë dhe të bëjmë zgjatjen e muskujve të shpinës. Jemi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Për të punuar pulpat, sa herë që ne rrotullohemi dhe kthehemi, kalojmë këmbën në majtë të gishtave dhe pulpa kontraktohet. Mos e harroni këtë. E përsërisim edhe një herë se si do zjasni muskujt e shpinës me rrotullim me shkop pa i shkëputur duart nga shkopi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I shtym. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dhe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hidhemi në muskujt e supeve. Rrotullojmë supet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Përpara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gjithashtu, i ngrejmë ato dhe i ulim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalojmë lart. 1, 2, drejt e mjekra. 4, 5, 6, 7, 8. Për deltoidin e pasëm. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bëjmë lëvizjen e tricepsit. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ndrojmë krahun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gjithashtu për bicepsin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Këmbët qëndrojnë të përthyera. Pra, e njëjta lëvizje bëhet dhe me një dorë. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Pra ky është një stretch i trupit që na zgjat 15 minuta pa këmbët. 15 minutat e këmbëve do i ndiqni nesër në të njëjtën orë. Vazhdojmë përsëri me pjesët e trupit të sipërme. Duart qëndrojnë të përthyera mbi shkop dhe rrotullohemi me këmbë të përthyera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ulemi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E njëjta gjë me këmbët. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ndrojmë këmbën. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vazhdojmë përsëri ulje dhe ngritje me shkopin përpara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kjo është ngroja e masës muskulare të këmbëve. Pra, kapim të gjithë muskujt e këmbëve. Ushtrimet në vijim, thash, i vazhdojmë ditën e nesërme. Vazhdojmë. I rrotullojmë krahët. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vazhdojmë. Rrotullimet të gjerë. 1, 2, 3, 4, 5. Përthyen këmbët dhe tërhiqen në një krah në një tjetër. Të ushtrime janë të mira dhe për balerinat. Pra, personat të cilat merren me kërcim dhe balet këtë stretch duhet ta aplikojnë sa herë që fillojnë stërvitjet e tyre. Pra jemi në lëvizjet e arteve marciale për zgjatje dhe stretch të trupit ton. Interesante kjo dhe është e nevojshme për lëvizjet e trupit ton. E përsërisim të njëherë lëvizjen e krave. Mos e harroni atë. Atëherë, jemi në 1, rrotullohet krau. Jemi në 2, jemi në 3, jemi në 4. Vazhdojmë. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pra, një këmbë qëndron e përthyer. Mundet dhe atë këmbë mos ta mbani të përthyer dhe ta kaloni në krahun tjetër përthyerjen. Pra, si ta keni më të lehtë. Mjafton që njëra këmbë kur përthyet krijon bazën e trupit tuaj. Pra, kemi lëvizje me një përthyerje në një anë. Vazhdojmë. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E ndjeni që momenti kur ju shtyni krahun, keni hapje edhe të pjesës pectoralis të masës tuaj të gjoksit bashkë me deltoidin. E njëjta gjë do bëhet përsëri me ushtrimin tjetër të radhës. Kemi kalimin e shkopit dhe në anën tjetër e njëjta gjë. Vazhdojmë. 1, 2, 3. Masa e krahut zgjatet sikurse dhe vetë shkopi. Pra, ajo lidh shkopin. 4, 5, 6, 7, 8. Më shpejt. 1, 2, 3. Hapen janash. 4, 5, 6, 7, 8. Pra, siç e shikoni, ne mbaruam me zgjatjen e masës së duarve tona. Hidhemi tek shpjegimi se si ju duhet të ushqeni këtë periudhë vjeshte. Atëherë, do doja t'ju ndihmoja përsa i përket karbohidrateve. Vera ka mbaruar. Një dietë nuk ju nevojitet përderisa ju jeni drejt mbulimit me garderobën, pra vishni rroba më të trasha. Atëherë, ju lejohet që në këtë periudhë të abuzoni pak për marrjen e karbohidrateve, por në mënyrë të rregullt që të vendosni pak masë muskulare. Gjithmonë flitet për djemtë të cilat duan të rrisin masën muskulare. Atëherë, ju mundet që raportin protein-karbohidrat ta lëvizni. Rritjen e karbohidrateve mund ta bëni me orizin integral. Pra, për çdo lloj grup gjaku
Orizi është i vlefshëm për rritjen e masës muskulare. Është një element i domosdoshëm. Orizin ju mund të konsumoni 100 deri në 200 gram gjatë ditës, varet nga masa që ju dëshironi që të shtoni, të ndarë atë në 2 vakte të ditës, drekën dhe darkën, nëse ju trupi juaj bëhet i bezdisshëm ky oriz, pra në stomakun tuaj ju mund ta konsumoni atë nëpërmjet sushit. Sushi është ushqimi i fitnessit dhe i bodybuilding, i gjithmonë duke kontrolluar sasitë që ju ushqeni. Mund të rrisni masën ushqimore dhe nëpërmjet proteinave, pra kemi bazën proteinike të vezës, kemi dhe qumshin pa yndyr në mëngjes, i cili shoqëron të shërat tona dhe integralet që ne konsumojmë në mëngjes, dhe mos harroni gjithmonë në darkë të konsumoni çajin që i përshtatet trupit tuaj. Kemi çajin e bardhë, çajin e zi, çajin e yeşil që do i shpjegojmë në puntatat se çfarë ndikojnë këto përveç pastrimit të organeve tona përpara gjumit dhe ne të gdhjemi të kthjellët, pra dhe zgjojnë serotoninën e gjumit, për të filluar një jetë të re çdo mëngjes këtu me mua. Rishihemi nesër me ushtrimet të tjera për këmbët. Mirupafshim.